Si që, po, s'kem shka me i pa qmime të këshyri sa janë të ardhënat Kosovë. Të ardhënat këshyri, e si dhe mos pensionerave, automatikisht bjerë me kuptu që jemi jashtë zakonisht një shtrajtë senet. Edhe në pasi që jëmë teren, shumë për jëmë teren, se punoj edhe me ansambli tjera jashtë Kosovës, të ne është shumë ashtrajtë se Kroacia, Austria edhe Shqipëria. Shumë ashtrajtë, gjithë shka më ashtrajtë. E si dhe mos gjanat primare, ushqimore. Po tash unë i takoj pak, unë po, se unë edhe ashtu i kam pushimet saktume, po me gjithë nuk do të thotë që unë i kam mundësit me shku, po ka plot që si kanë mundësit me shku, edhe pse duhet me shku në pushime. Ka asume diçka tjetër është pak problem të ne, edhe pse shqiptarët pushimet që shfrytëzojnë gjithsesi, me gjithë atë pyetjen e ju, sa po shifin të arsyeshme, as pak si janë të arsyeshme çmimet. Po ti kur hyn aty, një javë ditë dush me ndajt, ata ndoshta edhe hypin për aty, po megjithatë janë më të ulta se këto. Për arsye se ai që vjen me bë qef, ai vjen nuk pyet për çmime. Nëse vëna ditë në varet se si kanë trezinë e vënë. Ai vrini dallimet e çmimeve aty? Çmimet po tush si Shqipni si këto. Një janë, këtu është me euro, atje kena me lekë shqiptare dhe kështu që në fort atë dallimin nuk dim mje ashtu se. Nëse qoshin monet, jene në rregull. Prej shoja në rregull, për mëse qoshin për monet tash në shën. Çmimet nuk janë të fort përshtatshme për ne pensionistat, por për këta që vinë që emigrojnë, kanë një lekë më shumë, këta bëjnë qef më shumë. Edhe i kryjnë edhe si kryjnë. Për fund javës. Në jashtë. Pa ishin e që ka dallim? Dallim ka me se nëse kena që 60.000 kanë pensionin. Me ata që delet, që bëhet, pas i gjo. A i larë që ta me kalues. E kështu që nuk është fort e letë. Apo e planifikoni këtë vit apo jo? Ja, në shpi. I kështu, sa më orë deri këtu mi po ju, edhe ka që pushime shkurte. Po me këto pagat, do të me këto pensione i vështirë është. Me a dalë me shku, vështira është me i pagu dhe thot komunalit të cilat po ashtu janë shumë të nalta. Dashryma vazhdojnë dhe thot jetë shumë e lartë. Kështu që është vështirë, si jo vetëm pensionistët, po dhe të tjerë që kanë rrogat dhe që punojnë, vështirë është me a dalë. Në Shqipëri nuk janë të arsyeshme, janë shumë të larta, sidomos banimi këto, ushqimi sa ne mund të gjesh shka, po nuk do të thotë që dush me shku në Shqipëri, mund të shkosh edhe në Ulqen, mund të shkosh edhe dikon tjetër. Po mendojmë tek ka shtatori, për tash për neve pak është ma nxehtë.